Vau Ideës i ka rezervuar një pritje entuziaste kandidatëve për deputet Partisë Socialiste. E pranishme në këtë takim ishte edhe ministrja sipërmarrjes Delina Ibrahimaj dhe drejtuesi politik Benet Beci. Në fjalën e hapjes, kryebashkiaku i Vau Ideës Kristian Shkreli kërkoi që më 11 maj të gjithë banorët t'i drejtojnë kutive të votimit dhe të votojnë numrin 5 dhe kandidatin Frog Gjini si biri kësaj zone. Do bëjmë maksimumin që Partia Socialiste me nënkry Edi Ramën të marrë një rezultat sa më të mirë, sa më të madh në qarkun e Shkodrës, që të vazhdojmë punët e mëdha që kena nisë për transformimin e Vau Ideësit dhe të krejt qarkut Shkodër. Kërkoj mbështetjen tuaj për numrin 5, për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën. Ministra Ibrahimaj theksoi se Partia Socialiste nuk ka para qytetarëve një program elektoral, por një program qeverisës për 4 vitet e ardhshme. Ne nuk kemi një program elektoral, ne kemi një program qeverisës. Neve kemi një projekt të madh për ta futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe unë kërkoj nga të gjithë ju votën në datën 11 maj, sepse Partia Socialiste është e vetmja forcë që ka treguar që di t'i bëjë gjërat dhe që do ta shpjerë Shqipërinë në BE. Edhe vetë kandidatët për deputet kërkuan në 11 maj mbështetjen e banorëve të Vau Ideës për vijimsinë e investimeve. Këtu mas nesh kena një pamje të përkullueshme të liçenit, një pamje e cilën ju ka falë Zoti kësaj zone. Por me mbështetjen e pamjes tjetër të mrekullueshme numrit 5, këtë zonë do ta çojmë në një nivel edhe shumë më të mirë. Por unë besoj se sot më shumë se kurrë, duke se unë jam një prej jush edhe vi prej këtij sektori, mundna me kallëzuar që nëpërmjet bashkëpunimit, bashkë me kandidat kolegët e mi, bashkë me pushtetin lokal të bashkisë Vau Ideësit edhe bashkive tjera edhe pushtetit qendror, mundna me bë shumë më tepër si asnjë forcë politike për këtë vend. Sot vim me premtimin e ministres sipërmarrjes, e drejtuesit politik, e kryetarit bashkisë, e të gjithë kolegëve, që pas datës 11 maj, Bashkia Vau Ideësit, qarku i Shkodrës, Bashkia Pugs, Bashkia Fusharësit, i garantoj se do të kenë mbështetjen më të madhe në financimin e projekteve të tyre. Ndërkohë drejtuesi politik tha se në 11 maj Vau Ideës ashtu si gjithë qarku i Shkodrës duhet të ketë një drejtim numrin 5 si fitues dhe Partinë Socialiste. Jam shumë i gëzuar në fakt që kena nisë këtë fushatë elektorale me një nga kërkesat që vonoj shumë, por që filloi që është rruga e Komanit, një investim i jashtëzakonshëm i rëndësishëm për zhvillimin e kësaj zone. Janë të gjitha investimet të mëdha të qeverisë për ta kthyer rajonin tonë në një qendër rajonale të rëndësishme ekonomike dhe turistike. Këto nuk janë fjalë, por janë perspektiva e madhe që na e pret zonën. 11 maj është një moment shumë i rëndësishëm për të thënë këtë gjë. Ne duhet ta vazhdojmë këtë punë. Por që ta vazhdojmë këtë punë, ne duam mbështetjen tuaj të jashtëzakonshme për një fitore të thellë të Partisë Socialiste për parlament në zgjedhjet e 11 maj. Nuk ka nevojë të shikoni andej këtej. Ky vend zhvillohet, dhe ky qytet zhvillohet, ky rajon zhvillohet vetëm duke votuar numrin 5. Qartësisht numrin 5, të gjithë për këtë. Nëse doni zhvillimin e vendit tuaj, nëse doni zhvillimin e qytetit tuaj, nëse doni zhvillimin e Shkodrës si rajon dhe si qytet, nëse doni të jeni krenar për këtë vend, votoni 5-ën dhe transformimin që e keni aprovuar në 2 vjet, do ta aprovoni në 4 vjet të ardhshëm me ekipin më të mirë të deputetëve që kemi sot, për cilët unë jam krenar, që do na përfaqësojnë në Parlamentin Shqiptar.